Përshëndetje miq, mirë se erdhët në kanalin tim. Sot do t'ju tregoj se si I pastroj unë jastëket që të jenë në mënyrë perfekte të pastër. Këtu kam detergjent për rroba, kam ufullën e bardhë dhe sodë bikarbone. Hedhi 100 gram detergjent të rrobave, gjysmë paqetini sodë bikarbone dhe do t'i përzi mirë këta dy përbërës. Kjo përzierje do t'ju jep një rezultat fantastik në rrobat e bardha. Në këtë rast unë përdora jastëk, por ju mund të përdorni edhe rrobat e bardha. Mund të jenë edhe rrobat e zeza ose rroba me ngjyra, nuk ka fare problem. Do t'ju jep një pastërti maksimale, do të shihni nëse e provoni vetë dhe do të bindeni. Tani jam duke e futur një jastëk për zierjen që bën dhe do të futi edhe jastakin e dytë. Maqina ime zakonisht nxan 2 jastëk, por nëse juaja nxan më pak, mundeni një nga një t'i lani. Tani në sirtarin ku hedhim detergjentin do t'i hedhim 100 ml me ufull. Mos u brengasni sepse nuk do të ndihet fare aromë e ufullës. Unë gjithmonë përdori këtë metodë kur asnjëherë nuk e ndroj. Është me vërtet fantastike. Dhe përfundimi është fantastik. Janë plot aromë, janë dezinfektuar, janë të pastër si duhet. Nëse ju pëlqeu kjo video, më suportoni me një like, një koment, një subscribe. Ju faleminderit shumë.